Me mjekun e mirënjohur sportiv Dhuka Heqimi sot në gjithlinjën 79 të Zevgjonit. Doktor, një figurë që besoj flet shumë. Historia dhe ajo çfarë ka arritur me sportin e boksit në Shkodër dhe në Shqipëri. Zefi është kampion, tash që ta dish mirë Gjergj. Është një kampion sepse ka majt për shumë vite kampionin për Shkodrën. Ai është një nga themeluesit e kampionit tjetër të boksit, Artur Gavoçit, i cili është 14 herë kampion i Shqipërisë. Kjo është një gjë jashtëzakonisht e rrallë. Vetë si ekip ka dalë shumë vite, tash nuk i maj mend sa, po janë shumë vite. Zefi është kampion i gjithë trajnerëve të boksit shqiptar. Po. Një traditë e bukur edhe kjo mbledhja e shumë kampionëve sot. Po, sot Zefi mush 79 vjeç, unë i uroj jetë të gjatë, por edhe një jetë të gjatë suksesme, se Zefi nuk rinë rehat, si me thanë. Ai do ta vazhdoj këtë rrugë se është pasioni i tij. Unë mendoj që kjo është një traditë shumë e mirë. Edhe sporti i ka këto, jo se nuk i ka, por duhet të insistoj të ketë në vazhdimsi gjithmonë. Dhe në fakt detyra jonë të gjithëve është ti kujtojmë dhe ti promovojmë. Patjetër, duhen promovu. Profesor, ju i dorëzuat një enciklopedi të sportit shkodran. Keni punuar gjatë për të evidentuar këto figura. Po, puna jonë bashkë me Leonida Toskën ka qenë për 10 vitesh. Ne kemi studiu të gjithë dhe jemi mundu të vendosim gjithë. Sigurisht në punë të mëdha, Soloni ka thënë nuk knaqen gjithë, edhe unë mendoj se do kem edhe vrejtët e mjetë të cilët i pranoj me gjithë shpirt, por nga ana tjetër i mundu të bëjmë një punë të mirë. Faleminderit, profesor. Hajde, gjithë të mirat, shëndet.